Dy plazhet më të reja të menaxhuara nga Bashkia e Shkodër do të jenë funksional në fundjavë. Janë plazhe me të gjitha aksesorët e nevojshme. Këto plazhe të menaxhuara nuk janë pjesë e plazheve publike. Plazhet publike, cilat janë pa pagesë, vazhdojnë të jenë funksional me sipërfaqe edhe më të mëdha se vitet tjera. Plazhet e menaxhuara bëjnë pjesë në plazhe të cilat kanë qenë të destinuara për të dhënë subjekteve të treta, por që janë dhënë bazë VGM-s bashkive për t'i menaxhuar në mënyrë më të mirë, me kostum më të vogël. Duhet theksuar se në plazhin e Velipojës këto plazhe kanë vlerën 400 lekë të reja dhe në plazhin e Rriollit, i cili do jetë edhe ai i aksesueshëm gjatë fundjavës që vjen, është me 300 lekë. Plazhet e menaxhuara janë përcaktuar të jenë afër plazheve publike, në mënyrë që e gjithë infrastruktura që i shërben plazheve të menaxhuara të jenë edhe në funksion të plazheve publike pa pagesë. Sikur është në rastin konkret që i gjithë infrastruktura me kabinat, me banjët publike, me dhomat e zhdeshjes janë vendosur në mënyrë të tillë që të jenë funksion edhe të personave cilën aksesojnë plazhet publike pa pagesë.